Seanca paraprake prish presidentin Ilir Meta, Monika Kurremadhin dhe nënën e saj Fatime Kurremadhi dhe dy bashkëpunëtorë të tjerë, e cila ishte parashikuar të mbajë këtë të njëjtë ushty. Avokati i presidentit Kujtim Çakrani kishte dorëzuar gjykatës kërkesën për shtyrje, pasi ndodhej jashtë vendit për arsye shëndetësore. Monika Kurremadhi ishte e pranishme në sa dhe pas përfundimit të seancës foli për mediat. Ajo i quajti procesin politik dhe paralajmëroi se do të jetë më e angazhuar në vijim për të mbrojtur familjen dhe të drejtat e saj. Po ju them dy gjëra, janë dy letër porosi, njëra është që është çuar në Angli dhe një tjetër që është çuar në Amerikë, por do t'ju bëj me dije më vonë. Jam skandalizuar nga mënyra se si këto dy institucione, këto dy shtete janë përgjigjur prokurorisë së posaçme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i thonë, a keni vendim gjykate për sekuestrimin e telefonit Monika Kurremadhit? Dhe Spaku ka gënjur dhe thotë që po, kemi një vendim gjykate. Ku ju çon vendimin e gjykatës për sekuestrimin e telefonit të mamas time, pa e cilësuar dhe pa çuar vendimin e gjykatës? Britania e Madhe ju thotë, ore zotri, se po na keni shpjeguar gjithë telefonin e kësaj zonjës dhe gjithë kurrikulum vitan e zotit Meta. A mund të na thoni cili është krimi që ka bërë zoti Meta këtu? Dhe zonja Kurremadhi se nuk po shohim krim. Dhe tjetra, mos u talli me ne se ne nuk jemi stalker që ndjekim njerëzit dhe ju përgjojmë mesazhet e telefoneve. Ajo gjithashtu tha se do të rrasi dëshmitar të mbrojtjes figura të njohura, përfshirë kryeministrin Edi Rama dhe ish-ministrat, duke u përpjekur të sigurojnë dokumentacion dhe shpjegime të detajuara për akuzat që rëndojnë mbi ta. Patjetër, kryeministrin Edi Rama, shefen e kabinetit të tij Vali Bishgën, ish-ministren Milena Harito, patjetër të gjithë. Ish-presidenti Ilir Meta dhe Fatime Kurremadhi u përfaqësuan me prokuror, ndërsa vendimi për kalimin e dosjes për gjykim do të merret nga gjyqtarja Irena Gjoka. Çështja lidhet me dyshimet për korrupsion, pastrim parash dhe lobim në Shtetet e Bashkuara, si dhe shpenzime familjare të dyshuara.